Dashur Lëzër, Selam Aleikum Rahmetullahi wa Barakatuhu. Po vazhdoj me temën e radhës në kuadër të fikut ose rregullave të përgatitjes, përcjelljes, faljes xhenazës. Kena filluar javën e kaluar dhe kena folur pak a shumë për namazin e xhenazës. Sot do ta plotësojmë inshallah taala këtë temë. Se pikë kryesore e sotit është kujna duhet me fal xhenazën dhe kujna s'duhet me fal xhenazën. Dhe kujna nuk është mirë me fal xhenazën, s'pako dikush prej njerëzve që janë pak më autoritativ. Në parim të dashur vëllezër, falja namazit xhenazës për muslimanin është farzu kifaje. Pra, nëse një pjesë e besimtarëve, dikush prej besimtarëve, qoftë në numër shumë i vogël, ja falin namazin e xhenazës, atëherë farzi u kry. Pra kemi për obligim, e kanë për obligim të gjallë të muslimant, përveç pastrimit dhe rregulluesës me qefin, pra edhe me ja fal namazin e xhenazës. Kjo është pra farz kifaje. Farz kolektiv, por nëse një pjesë e xhamatit e kryen, atëherë të tjerët lirohen dhe nuk e kanë obligim. S'ka dyshim se me marr pjesë në varrim është sevap i madh. Ato na nuk po kontestojnë absolutisht. Por është mirë me ditë a ki farz, a nuk e ki farz, ose kur e ki farz e kur nuk e ki farz. Pra farz është vëllezër, po flas tash fetarisht. Është një pjesë e besimtarëve me ia fal, atëherë obligimin ndaj atij personi është kry. Por sa më shumë me marr pjesë në varrim është më mirë për të vdekurin, në veçanti nëse janë xhamat i mirë. Sa më shumë xhamat i mirë me marr pjesë është mirë, sepse shpresohet të dashur vëllezër sipas haditheve që e mu bash shefat këta persona për personin e vdekur. Alhamdulillah, në disa raste për me pas dashur vëllezër xhamatin e mirë në varrim, do të me pas shoqërinë e mirë. Se që ta kanë me talë. Që ta kanë marrë zakonisht. Këvim do ka pak rreth ma i gjanë, por musliman i mirë, haxhi i mirë, namazli, besimtar, edhe xhamati ka me konë qasoj strukture për afërsisht. Po valla dikush se ka ditë të ranë në xhamis hiç. Edhe o morë me punë të liga runa zët, nuk pritet xhamat me pas shumë burra të mirë, nuk pritet. Andaj është mirë që njëri me mendu dashur vëllezër edhe për këtë ditë që m'ia bëj hizmetin e vetë edhe për së gjallin. Në disa varrime, elhamdulillah, kënaqet zemra si besimtar po flas. Sheh xhallar, e sheh haxhiler, e sheh namazli, e sheh njerëz besimtar devotshëm, kënaqesh. Dhe sheh se ka një herë ose pak më rrallë, po shumica absolute ja falin xhenazën, hala këto janë gjëra të mira. Sidoqoftë, pro falë namazin e xhenazës është farz kifaje. Kuna duhet me fal namazin e xhenazës sepse janë disa gjëra që duhet me sqaruar të dashur vëllezër. S'ka dyshim se muslimani duhet me falë namazin e xhenazës, burrë apo grua, i madh apo i vogël, pavarësisht pastaj statusit që ka pasur shoqëni, atij duhet me falë dhe i falet namazi i xhenazës. Por që është obligativ, ka argumente nga Kurani, nga Suneti dhe ixhmaja. Kurani nuk kemi ajet mirë, po nuk kemi nga Suneti, ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam, kur është sjell
është sjell një xhenazë në tek Muhamedi selam dhe ka pyet, ka thonë a ka borx? A ka borx ky person i vdekur? Ka thonë ka borx. Atë ka thonë falnja pro shokut ju namazin e xhenazës. Nuk ja ka fal. Por ka thonë falnja. Kjo fjala falnja ka treguar që është obligim ja fal. Por profeti selam nuk ja ka fal për shkak se ka pas borx, dhe u shku me borx ndaj njerëzve. Në një rast u çuri njëri prej sahabive, bukatat e ka thonë ja Rasulullah, borxhin për marr për sipër unë më kry, atëherë ja ka fal pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ka pasur shpejtë dashur Lëzër ka pyet para se më fal namazin e xhenazës, a ka lënë borx, a ka borx. Andaj dashur Lëzër është mirë që si lloj vërejtje me marr njerëz që punën e borxhit mos me nxon asgjë. Mos me nxon asgjë. Vdekjes nuk i dihet. Por është fjala për borxhet, mu dit ku na i ki, edhe mos dikush ka borx dhe nuk don me ni për atë borx. Nuk don me ni. A bën me veç pa më animu tani sa si telefonin. Dije se kemi vdek, e pejgamberi sallallahu nuk ja ka fal personave të tillë që kanë shkuar me borxhe ndaj njerëzve. Është një çështje të dashur Zot, pra secili besimtar dhe besimtare i gjallë, realisht ai s'ka mundësi me vdek ndryshe pa qenë i gjallë, po është një rast tash do ta shpjegoj në meselë, i falet namazin e xhenazës. Mesela radhës është fëmiu janë disa rregulla. Nëse lindë i gjallë, qoftë edhe një moment, ka lind gjallë dhe ka vdek me njëherë, ama ka lind gjallë, ka marrë frym një hera, dy hera, ka lëshu zot, dietarët e kanë përdorur nipat fikut, ka dalë dhe ka lëshu zot, dhe ka vdek. Këtu me pajtimin e të gjitha mëdhëhebeve se duhet me pastru dhe duhet me qefinos dhe duhet me fol namazin e xhenazës. Nëse vdes fëmiu në barkun e nënës, para se me i bo 120 ditë, para se me i bo 4 muaj, kur është koha që i vendoset shpirti e fëmijut në barkun e nënës, por para se me i plotësu 120 ditë, sepse ka treguar profeti selam që kur ti bën foshnja në barkun e nënës, 120 ditë i vendoset shpirti, vjen me losja dhe ja vendos shpirtin. Para kësaj periudhe, nëse vdes, pra në muajin e dytë, muajin e tretë, fjala është e halon nuk është fjala nëse aborton. Nëse aborton gruaja në kësi raste, para se mi vendos shpirti, atëherë me pajtimin e shumicës dërmuese dietare, mos thëm ka ixhma, po ka disa që ka thonë më herët, por shumica thonë që as nuk duhet me pastru, as nuk duhet me afal, sepse halon ju është dhënë shpirti, halon nuk është formuar, halon nuk është krijesë. Por është një copë mishi, merret pështillet me nai robë diçka dhe vendoset diku në çështë ose çakosh në çështë, po diku vendoset në varreza, po e bëhet një gru. Kurse nëse i ka kaluar 120 ditë, periudhën pra që pas vendosjes së shpirtit, po nëse ka kaluar 120 ditë në barkun e nënës dhe ka caktuar Allahu ka bërë emër që me abortu për shkaqe të justifikueshme. Jo kësi abortimet që sot i bojnë njerëz Allahu na ruaj Rabbul Alamin. Sidoqoftë, nëse vdes për aborton gruaja pasi që fëmiu në barkun e saj i ka bën 120 ditë, pra kur i është vendos shpirti, atëherë janë dy mendimet të dietarëve se çish duhet me vepru me çetë fëmijë, çetë foshnjë. Mendimi i njerit grup, e cilin i përket edhe medhhebi Hanefi, i cili është edhe medhhebi zyrtar këtu në vendin tonë dhe punohet me të, thojnë, përderisa lind i vdekur, po ai realisht ka vdekur në barkun e nënës. Tash veç mbetet abortimi ose
me nxjerr jashtë, përderisa del i vdekur, nuk pastrohet, as nuk qefinoset, as nuk i lohet, as nuk i falet namazi i xhenazës. Kjo është mendimi i njërit grupit dietarëve, këtu i përket edhe mëdhëbi Hanefi. Kurse mendimi tjetër të dashur vëllezër besimtar, thonë që nëse vdes ose aborton pas 120 ditë, pra në çet periudhë që ju është vendos shpirti, atëherë ka thonë kjo është krijesë, është njerëz të edhe shpirti ju ka thonë dhe duhet me pastru, me qefinoz dhe me afal namazin e xhenazës, pra kjo është mendim i disa prej mëdhëbeve dhe disa prej dietarëve, kurse tek ne pra veprohet sipas mëdhëbit që është tek ne këtu dhe në rajon sipas mëdhëbit Hanefi. Është një meselë e rëndësishme, e këtu ndoshta ka njëherë disa çështje që vëllezër ngelin të paqarta për dikon, na jena qëtu si imam 24 shtatë që po thojnë atë peqesin datë lori 24 por 7 ditë. Na 24 shtatë nuk jenë, po ka gjashtë mirë që sa ka xhamia, kështu që kush ka sqarime, paqartësi, pyetje kështu me radhë rreth meseleve të ndryshme, po në veçantë këto të fikut, cilat janë pak më akademike, mos e ngurrani, me sqaru e pastaj mirë me i kuptu, e nëse është nevojë edhe dikujt me ia kallëzu. E mos me i transmetu shtremt. Tha që shtu pa thon ose mos e marrë vesh mirë, sepse nuk është pastaj mundet më keq kuptu gjërat. Megjithatë incizimet janë dhe ligjëratat dalin, të gjitha ligjëratat, edhe hutbet, edhe kjo, edhe gjërat të tjera që mojnë në xhami, dalin në faqen e xhamisë. Meselja radhës. Persona me mëkate të mëdha. Nëse vdesin personat që janë gjunahçar dhe mëkate të mëdha, çka duhet me ta me bë? A ka dikush në përgjigje? A duhet me afal namazin e xhenazës? As duhet. Nëse është? Nëse ajo është edhe. Po flasë se nëse më hanë Zotin ato edhe shkijet e din që atina s'ki që e falë. Po flasë për ata që kanë gjënohët të mëdha. Gjënohët të mëdha, pra do shëllëzër, i falet namazin e xhenazës pa dyshim. Dhe duhet me fal namazin e xhenazës, madje shpresojnë që Allah azza wa jalla edhe nëse shpenduar kështu më radh me fal xhenazën, por duhet me fal për namazin e xhenazës, edhe nëse është i mëkatarëve të mëdhenj, përderisa nuk ka kalu, nuk ka dalë prej fesë. Kjo tash na vjen në meselë tjetër inshallah taala tash në vazhdim. Është një mëkat i madh. Por po të punën e borxhit, pejgamberi nuk e ka fal. Kjo është me ta të rrjek vëmendjen që borxhi është i rrezikshëm, ose nuk është mirë me shku me hak të huaj në ahiret. Pse? Se s'ki që shelon në pos. S'ki që shelon. 20 euro i kemi të borxh pëzon. Ke pas mundësi me i lase ma shumë, nuk i që shelon atje. Atje ki që shelon. Po, pastaj problem, ati do të me i lo, borxhet pa i lo në xhenet nuk ka me hi. Por është mënyra qysh pastrohet njeriu prej tyre. Allahu na rutja Rabbel Alamin. Qysh duke i dhënë tash sevapët e tua. Që shpreson me to me hi në xhenet, namazi, agjerimi, runa, diku ne i shkojnë tash këto sevapët që i ka bë me njerëz, lën kusurën ahiret. Allahu na rutja Rabbel Alamin. Dhe është një tjetër dashur një vepër e rëndë shumë jashtëzakonisht e rëndë, që është vrasja, vetvrasja. Pra vetvrasja po ashtu është pe gjënoheve të mëdha. Duhet me fal namazin e xhenazës, por kanë thonë dietarët, personat autoritativ që
që janë në vend, sultani, miftia, dhe ulemat mëdhej, që janë figura të mëdhej, autoritative, që pjesëmarrja e tyre në varrim ja shton peshën pa dyshim varrimit, nuk është mirë me marrë pjesë në çdo raste. Për me çu një lloj mesazhi se që kjo vepër nuk është në rregull. Nuk është kufër, dhe duhet m'ia fal xhenazën, atij që vron veten. Duhet m'ia fal, por për shkak të se vepra është shumë e shëmtuar, për shkak se vepra është një farllëj mos pajtimi me një gjendje që ndoshta Allahu të ka sprovu, dhe dikon e ka sprovu. Dhe tash unë Zot ti ma çuaj që ta unë s'më më bëj edhe për mytë vetëm. Pra është një farllëj, është goxha problematike kjo çështje. Cila gjë qoftë të lashja. Nuk duhet me konë për besimtarin as për njeriu në përgjithësi, për besimtarin veçantë, sepse besimtari i mot sa në ndryshe. Nuk duhet asnjë vepër ose asnjë gjendje sado që është e rëndë. Sado që është e rëndë, dashur nuk duhet me shty besimtarin deri në çat nivel që me vro veten, zatën për ata i kemi profetët Allahu Azza që ka regjistruar Allahu në Kur'an tregimet e tyre me sprova të ndryshme të lloj-llojshme. Me na tregu se munden edhe ju mos sprovu. S'të ngan djali, s'të kanë ajo, mundesh me pas e kemi nuk në selam. 950 vjet, 950 vjet veç thirrje ka bë. 900.000 pa 50 ka thonë Kurani. Ka bë thirrje ndavet. Megjithatë në fund kush djali dhe gruaja nuk e ngun. A me vra veten tash Nuhi? Jo. E kemi tjetën pejgamber Ejubun alayhis salam. Pasanik i madh, fëmijë shumë, të gjithë ja mur Allahu Azza wa Jall, edhe pasunin, edhe fëmijët, një nga një. A më bëni sabër, pra tash edhe gjendje ndryshme, profetët me tregu se do të më bëj sabër vetë nuk duhet me vron asnjë rrethon. Me vetdije ju, sepse është mëkat jashtëzakonisht i madh. Është mëkat jashtëzakonisht i madh, por megjithatë i falet namazet dhe është për obligim për besimtarët që m'ia fal namazin e xhenazës dhe çështja e fundit, meselja e fundit që e përmendin nderuarit, pra atij që nuk bën tash vetëm rast që nuk bën m'ia fal për namazin e xhenazës askush te Borxhliu, te aqe vron veten disa figura është mirë ka pak një farllëj mesazhi me çun mos. Nuk bën çështë me vdek. Dhe nuk është mirë m'ia fal. Po flas disa figura, jo përgjithësi masa, sepse është obligim m'ia fal. Kurse grupi që nuk lejohet m'ia fal namazin e xhenazës në asnjë rrethon, është ai që vdesi pa besimtar. Pa besimtarit, qoftë ai i feve të tjera, qoftë që ju konë mesin e muslimanëve, por që shë tha, e këna ditë për zgjallit që ai nuk e ka shofen ka usil. E ka më hua, ka thonë, po çfarë ahireti, çfarë pralla ato, leni ato, pse pe i theni gujt ju në për xhamie, e kështu me rrallë. Nëse ka qenë person i tillë dhe ka vdek në gjendje të tillë, duke mohu Allahun Azza wa Jall, ose duke mohu diçka prej fesë Allahut, ka bëj gara me xhamia, me namazë, me besimtarë kështu me radhë, personi i tillë nuk i falet namazi i xhenazës. Nuk i falet, është ndaluar m'ia fal namazin e xhenazës edhe nëse ka pas emrin Hasan e Husein. Këtu si popull kena disa të lashe, por Allahu na e përmirëson gjendjen, sepse e ka mohu, se ka mohu, ata bin për para, hajde uq, Zoti hajre boft, Zoti hajre boft. Por, pra të shëllëzën është gjendje e vështirë që njeriu me vdekje pa imam, sepse nuk ka për to pastaj për të xhenet asnjëherë. Me vdek me katar, me vdek dy nahqar, i lanë që të kusure, ndashtë Allah t'i falë, në fillim të hecë, por nëse s'ti falë, me urtësinë e ti, hem pak në aton, inshallah, si jes hinana, po dikush, hem pak në fjallën, hem pak në aton, nëzejet pak, edhe tani del dikur. Po valla me vdek pa imon,
e me vdek duke më hu Allahun Azza wa Jall dhe ose munafik runazat, ai nuk ka pse me vdek. Zoti i nderoft, hajde plotësoni të dashur.